prej janarit të vitit 2014, Inspektorati Farmaceutik i Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale ka ndëshkuar 70 subjekte farmaceutike të cilat veprojnë në gjithë territorin e Republikës Kosovës, ku në 60 prej tyre, domethënë, është kryer aksioni i konfiskimit për shkak se në subjekte të ndryshme, në këtë rast në këto subjekte tek të cilat domethënë është gjetur parregullsi, post tjerash janë gjetur edhe shumë bana ilegale, bana me banderol të Serbisë apo edhe me mungesë të farmacistit. Po, deri tash mund të thej me gjitha konfiskimet e barnave e kalojnë vlerën prej afër 300.000 euro barna si vlerë faktikisht. Këto gjitha barnat që janë konfiskuar janë kryesisht barnat prodhuesve të huaj që vinë prej Serbisë për shkak të probleme politike që Kosova i ka me Serbinë dhe për shkak se operator apo prodhues të barnave atje hezitojnë me u regjistru, me i kry procedurat ligjore në Kosovë dhe për këtë arsye ato barna edhe tentojnë më së shpeshti të kontrabandohen. Si vjet kemi qenë dëshmitar të disa raste kur farmacitë ndryshme janë mbyllur apo janë konfiskuar barnat të cilat pa autorizim marketing kanë qarkulluar ilegalisht në tregun kosovar. Është çështje më problematike e veriu i Kosovës për shkak kufive porrëz që ekzistojnë atë pjesë të vendit, mirë po krahasuar me vitet e mëhershme, si vjet lirisht mund të themi që në farmacitë e vendit tonë, po flasim për farmacitë private, kanë shumë më pak barna ilegale. Nëse bëhet një krahasim me vitet paraprake, kjo dukuri është kur në masë jashtëzakonisht madhe.